Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 170 të surës Araf, Allahu i madhruar dhe i lartësuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina yumsikuna bil kitabi wa aqamu s-salat inna la nudhi'u ajra al-muslihin. Ata që u përmbahen thënieve të librit, pra ata që kapen pas librit, pra Kuranit, dhe që e kryen namazin, ta dinë se ne pa dyshim nuk do t'u humbim shpërblimin punë mirëve. Për sot do të flasim për frytet e mbajtjes fort pas Kuranit. Ajeti që citova, pra ajeti 170 në surën Araf, thekson se lidhja e sinqert me librin e Allahut dhe përkushtimin e adhurim veçanërisht namazi janë dy shtylla që e ruajnë njeriu në rrugën e drejtë dhe i garantojnë shpërblim të sigurt tek Allahu fuqiplot. Tu përmbahesh thënieve të Kuranit do të thot mbështetje, besim dhe zbatim i urdhrave të Allahut fuqiplot. Tu përmbahesh thënieve të Kuranit nuk do të thot vetëm lexim të fjalëve, të gërmave, të ajeteve të tij, por do të thot përputhje e jetës me udhëzimet e Allahut fuqiplot. Kryerja e rregullt e namazit është simbol i lidhjes së vazhdueshme me krijuesin dhe i disiplinës shpirtërore. Namazi është forcues i besimit dhe mbrojtje nga gabimet. Allahu ka premtuar se ai nuk e humb shpërblimin e punë mirëve. Çdo vepër e mirë, qoftë edhe e vogël, ruhet tek Allahu dhe shpërblehet me drejtësi të plotë. Ky ajet i jep besim e qetësi besimtarit se asgjë nga përpjekjet e tij nuk shkon dëm. Në thelb, ajeti na mëson se sinqeriteti ndaj Kuranit, përkushtimi në adhurim dhe veprat e mira janë kapital i sigurt tek Allahu, i cili shpërblen pa mas çdo punë të bërë nga njeriu. Dikush mund të pyesë: Kurani ka zbritur para më shumë se 1400 vjetëve. Çfarë frytesh na sjell në këtë kohë mbajtja pas Kuranit dhe zbatimi i tij në jetën tonë? Për këtë themi, s'ka dyshim se mbajtja fort pas Kuranit sjell fryte në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Dhe sot do të përmend 10 fryte për fryteve të mbajtjes fort pas Kuranit
të shenjtë. Fryti I parë është udhëzimi nga çdo humbje. Kurani është udhëzues dhe shpëtues nga devijimi. Në ajetin 9 të surës Isra, Allahu I madhëruar thot: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Vërtet, ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e drejta dhe u jep lajme të mira besimtarëve që punojnë veprat e mira, se për ta ka shpërblim të madh. Është transmetuar nga I dërguari I Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, se ka thënë: po ju lë dy gjëra të rëndësishme për nga vlera. Nëse kapeni pas tyre, kur nuk do të humbni pas meje. Librin e Allahut dhe ehli bejtin tim. Ata të dy nuk do të ndahen kur, derisa të vinë tek unë, tek haudhi, tek burimi I Kautherit. Pra, Kurani është udhëzues dhe udhëzimi I tij është më I mirë, sepse Kurani është fjala e Allahut. Dhe Allahu është I gjithditur për krijesat e tij. Ai e di më së miri se çfarë u sjell dobi krijesave të tij dhe çfarë u sjell dëm. Dhe udhëzimi I Kuranit nuk është I kufizuar në kohë në vend. Ka qenë, është dhe do të vazhdoj deri në ditën e fundit të kësaj jete. Fryti I dytë, ngritja në shkallët e xhennetit. Çdo ajet I Kuranit është shkallë xhenneti. Sa më shumë ajete të përvetsoj njeriu, aq më lart ngrihet në shkallët e xhennetit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: numri I shkallëve të xhennetit është sa numri I ajeteve të Kuranit. Kur mbajtësi I Kuranit të hyjë në xhennet, I thuhet: lexo dhe ngjitu për çdo ajet një shkallë, dhe mbi mbajtësin e Kuranit nuk ka grad më të lartë. Mbajtësi pra është ai që memorizon Kuranin, hafizi I Kuranit. Fryti I tretë është shërimi. Kurani është shëruesi I vërtet I sëmundjeve të shpirtit. Ai është ilaçi I zemrave. Kurani është sekreti I lumturisë në të dy botët. Në ajetin 82 të surës Isra, Allahu I madhëruar thot: wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët dhe të padrejtëve, nuk u ushton vetëse humbje. Imam Aliu Pasha Qobit e ka thënë: dijeni se pas Kuranit nuk ka varfëri për askënd dhe para Kuranit nuk ka pasuri për askënd. Shërohuni me të, pra me Kuranin, prej sëmundjeve tuaja dhe kërkoni ndihmë me të, me Kuranin në vështirësitë tuaja. Në të ka shërim nga sëmundja më e madhe, që është kufri, mohimi, nifaku, hipokrizia, devijimi dhe humbja. Gjithashtu Imam Aliu Pasha Qobit ka thënë: mësojeni Kuranin, sepse ai është pranvera e zemrave. Shërohuni me dritën e tij, sepse ai është shërim I kraharorëve, pra shërim I zemrave. Fryti I katërt I mbajtjes fort pas Kuranit është se bartësit e Kuranit ringjallen me profetët. Nga nderimi që Allahu I bën mbartësit për hafizit të Kuranit është se u jep shpërblim si shpërblimi I profetëve dhe I ringjall me ta. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: më të nderuarit e robët Allahut pas profetëve
janë dietarët, pastaj mbartësit e Kuranit. Ata dalin nga dynjaja si dalin profetët, ringjallen me profetët dhe kalojnë siratin me profetët dhe marrin shpërblimin e profetëve, pra hafizat e Kuranit, mbartësit e Kuranit. Lumata që kërkojnë dituri dhe mbajnë Kuranin për nderin dhe madhështinë që kanë tek Allahu. Pra do t'jenë pra të nderuar dhe të madhështuar tek Allahu i madhëruar. Fryti i pesë i mbajtjes fort pas Kuranit është shpëtimi nga dënimi. Allahu fuqiplot nuk e dënon zemrën që është e mbushur me Kuran, brenda dhe jashtë, sepse Kurani e shndron njeriu në shfaqje të tij në sjellje e morale. Pra e çon drejt rrugës së përsosmërisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: lexojeni Kuranin dhe mësojeni përmendësh, sepse Allahu nuk e dënon një zemër që ka kuptuar Kuranin. Fryti i gjashtë i mbajtjes fort pas Kuranit është dalja nga errësira në dritë. Kurani është libri i Allahut që udhëzon drejt të mirës dhe paqes. Ai është drita e Allahut që lidh qiellin me tokën dhe është rruga e drejtë e shpëtimit. Në ajetet 15-16 të surës Maide, Allahu i madhëruar thotë: ju ka ardhur nga Allahu një dritë dhe një libër i qartë me të cilin Allahu udhëzon ata që ndjekin kënaqësinë e tij, kënaqësinë e Allahut, në rrugët e paqes dhe i nxjerr ata nga errësirat në dritë me lejen e tij dhe i udhëzon në rrugën e drejtë. Ndërsa në ajetin e parë të surës Ibrahim, Allahu i madhëruar thotë: Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Këtë libër ta kemi shpallur ty, o Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, për të nxjerrë njerëzit me lejen e Zotit të tyre nga errësirat në dritë, në rrugën e të plot fuqishmit të denjit për çdo lavd. Fryti i shtatë i mbajtjes fort pas Kuranit është ndërmjetësimi, shefati. Nga mirësitë e Allahut ndaj atij që mbahet fort pas Kuranit është se i jep ndërmjetësimin, pra shefatin e Kuranit, që është një prej veçantive më madhështore të profetëve, të imamëve, të ulijave dhe të dëshmorëve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: kush e mëson Kuranin përmendësh, e zbaton halalin e tij dhe ndalon haramin, Allahu e fut në xhennet dhe i jep të drejtën të ndërmjetësoj për 10 njerëz nga familja e tij, për të cilët i është bërë i pashmangshëm zjarri. Çfarë mrekullie, çfarë mirësie të madhe që ka kapja pas Kuranit. Fryti i tetë është forcimi i imanit, i besimit. Një nga rezultatet e rëndësishme të mbajtjes pas Kuranit është rrënjosja dhe forcimi i besimit. Në ajetin 2 të surës Anfal, Allahu i madhëruar thotë: besimtar janë vetëm ata që kur përmendet Allahu, zemrat e tyre tronditen dhe kur lexojnë ajetet e tij ushtohet imani, besimi, dhe ata mbështeten te Zoti i tyre. Fryti i tetë, përulësia, el-khushu', një nga dhuratat e larta që Allahu i madhëruar ja jep atij që mbahet fort pas Kuranit dhe i zbaton ajetet e tij, është përulësia dhe zbutja e zemrës. Në ajetin 21 të surës Hashr, Allahu i madhëruar thotë:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Sikur këtë Kur'an t'ja shpallnin, t'ja zbritin do një mali, ti do t'a shihje atë pra malin të përullur dhe të coptuar nga frika e Allahut. Përsa ajeti 23 të surës Zumar, Allahu i madhuar thot, Allahu ka shpallur fjalën më të bukur, Kur'anin, në formën e një libri, pjesët e të cilit i ngjasoj njëra tjetrës dhe e përsëriten. Prej ti u rrënqethet lëkura atyre që i friksohen Zotit të tyre, e mandej qetësohen lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. Fryti i 10 është mbrojtja nga trazirat. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: kur t'ju mbulojnë trazirat si pjesë e natës së errët, atëherë kapuni fort pas Kuranit. Ai është ndërmjetësues i pranuar dhe argument i vërtet. Kush e vendos atë për Kuranin para vetes, Kurani e udhëheq drejt xhennetit. Kush e lë pas vetes, e shtyn drejt zjarrit. Ai Kurani është udhërrëfyesi më i mirë. Është libër me sqarim, shpjegim dhe përmbledhje. Është gjykim i prerë dhe jo lojë. Ka të jashtme dhe të brendshme. E jashtme e tij është urdhër e gjykim, brendësia e tij është dije. Jashtë është i bukur, brenda është i thellë. Ka nivele kuptimi dhe mbi ato nivele ka të tjera nivele. Mrekullitë e tij nuk numërohen dhe të fshehtat e tij nuk shterojnë. Është dritë udhëzimi dhe fanari i urësisë, udhërrëfyes për njohjen për atë që kërkon pastërtinë. Le ta vështroj me sy të hapur kërkuesi dhe le të arrijë pastërtinë e zemrës me shikimin e tij. Kështu shpëton nga rrënjimi dhe çlirohet nga pengesat. Mendimi i thellë është jeta e zemrës së ndriçuar. Ai është si njeriu që ecën në errësirë me dritë. Prandaj kapuni pas shpëtimit dhe mos u vononi. Sa bukur pra na sqaron profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali kapjen pas Kuranit të shenjtë. Ky hadith na pasqyron realitetin e hidhur që ndodhemi sot. Trazirat, përçarjet në mesin e ummetit musliman janë sepse janë larguar nga Kurani. Janë larguar nga fjala e Allahut. Nëse duhet shpëtim, atëherë le të kthehen te Kurani i shenjtë. Qofshim prej atyre që mbahen fort pas Kuranit të shenjtë. Qofshim prej atyre që e zbatojnë Kuranin e jetën e përditshme. Allahu na ndriçoft jetën dhe zemrën me dritën e Kuranit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.